أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hamdi dhe falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, ndërsa salat dhe selamat e dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij fisnik dhe besnik dhe me gjithë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur vëllezër besimtar, sot pak kena më tepër punë se ligjarat të kaluara. Sot kena me trajtuar një temë që realisht që kjo temë është pi tema më të rënda që mund të trajtu. Do të thonë është sjellja e Muhamedit alayhi salatu wasalam me munafikat. Për shembull, kur ti njeh natash cilësitë me ajete, me hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam të munafikave, del pa një send tjetër. Për shembull, del pa që e gjejnë veten këtu. Për shembull, e gjejnë veten tek këto cilësi, s'ki shanca mos e mujt me gjet. Patjetër e ke me gjet diku një pikë. E unë pe fillim para se më janis mi tregu pikat cilësitë, që dash një send më ohek, domethënë gajle. Ne këtu kena e folë për dy kategoritë munafikave. Ato që me gojë thonë janë muslimana, me zemër janë qafira. Kjo është ai qëllimi kryesor. Edhe munafiklëku i dytë, cili është ai që e kiti në cilësitë munafikit, ama ti si munafik ty janë ato munafika. Domethënë këtu mos ta kuptojmë, domethënë drejt, komplet, domethënë këtë çështje, se kur i drejtohesh ti e ke cilësitë ti mendon se ti je munafik kryesor. Domethënë këtu li me pa një pastrim prej start. E para, Muhamedi alayhi salatu wasalam i na të kuptuar se me çdo lloj kategori të njerëzve prej ditës së parë Ramazanit deri në këtë ditë kanë ndërvepruar dhe kanë mirë, do të thonë ka pas sjellje korrekte me kanë me këtë rrethana, do të thonë me këtë lloj të njerëzve që i ka pas. E dyta, hipokritët, munafikat në kohën e Muhamedit alayhi salatu wasalam ishin pakic. Do të thonë ishin pakic, u dishin me gishta kush janë. Do të thonë ai munafik, ki munafik. Ato shtrishin dikim, për shembull, mushin mi dekuraju, mi ndal njerëzit, për shembull, pi betejave që kanë ndodhur, se këtu ka dalë pa ai munafiklëku atyve, ama, për shembull, ato kanë qenë pakic. Për shembull, te ne çish është sot? Te ne sot munafika a keran pakica shumic. Për shembull, me ndalë me ndu drejt. Munafika ditën e sotut që jetojnë ne, a janë pakica e shumic? Jemi përgjigje vet. Me më thonë është pakic, lip mi pa të punë shumë më mirë. Me më thonë janë shumic, nuk i na qa skeq. Do më thonë, janë një mesatare që për mi ma shumë se në kone pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nuk janë munafikat për shembull të ne mu njoft me gishta. Sot ndoshta ma let mundesh me gjetë një njeri munafik, se sa me gjetë një njeri sinqert, vallaj. Thonë sot mundesh me gjetë ma mirë një njeri, do më thonë, hipokrit që i ka 50 fytyra, se sa mundesh me gjetë dikan që div mu ka një sinqert. Se për shembull, sot mu ka një sinqert, e kanë një proverb i voktije. Thonë, mu ka një sinqert sot, mi a thonë sy, mu ka një drejt, mos mi bo ftyra, lajka, diplomaci, mos mi bo e asi kurthe që qëto janë edhi, veç mi a pi situatës me dalë, rej pak, për me dalë pi situatës, thoi ki jo se ki, zdi ka kurgjo, ki s'ka na për pazar, ki nuk ka na për me bo trekti, ki nuk ka na për mu kanën, jo dhe në mu dhejsh gjithka, se te ne u dhejshën, trektijen, keti kuptojnë, në bas dalaverave, në bas të rejnave, në bas të asajna që ti pa tjetër e kemi manipulu dikan. E në kone pejgamberit alayhi salatu wasalam këtë janë konë pakice, alhamdulillah që janë konë shumic. E dashur vëllezër besimtar, në kone Muhamedit alayhi salatu wasalam, munafikat që këtë e kishin problem, që tu s'mushin me duru, që tu ftyra i del munafikit. Kur vike puna, muslimat ishin zorë, ato unë gjithin ku ka armiqt, shishin ka mushrik. Për shembull, e keni pa munafikat që janë sot. Mundur më mojtë në dy karta, interes gji, për shembull, a ka interes këtu, pak do pësot interesi këtë, të titi gajle se ka, që i hub dy kry shaftirë, mua vetë nuk e banë. Për këtë arsye, në kone Muhamedit alayhi salatu wasalam, kur ishin muslimant, për shembull, të fort, ato ishin muslimant, me juve bejna. Ama kur vike puna, u të pësishin pak muslimant, njerë të munafikat, bashkëpunim për mirëzu muslimant. Do më thonë, kjo ishte problematika që ndodhë kësa herë, për shembull, do më thonë, kësaj kategorijet njerëzve. Munafiklëku nuk është valla një cilësi, ti thëna, e ka një cilësi. Munafiklëku është smuje kritike me rënë se kanceri. Munafiklëku, hipokrizia, vëlloj, ta vret shpirtin, e ta vret trupin ma shumë se kanceri. Me plot përgjithësi e thamë që këtë fjallë. Thonë, njërës munafika kur nuk janë rahat. Nuk ka shanca teorike munafiki me thonë, valla jam rahat. S'munësh mu ka rahat. S'munësh se dita ti munësh mu demasku. Dita ditës Allah ka me të nxjerr ftyrën. Ka me të nxjerr ftyrën. Ka me të nxjerr ftyrën, që ku të nxjerr ftyrën, i mjeri ti për shpirtin ta edhe në këtë dunja dhe në ahiret.
E dashur vëllezër besimtar, këshir me Allahu azza wa jall çysh i poshtërson munafikat. A thoj janë xhenemi ka shkallë, xheneti ka shkallë, po. Allahu azza wa jall thot innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. A di çka i bie kjo? Kategori në xhenem njerëzit gjunaçare, zinaçare, gjunahet mëdhoja e, për shembull qafiri më i madh, ani këni nërkit poshtë munafiki. Ama poshtë bashkikun mas poshti, ai dënimi më i dhëmshëm që jep Allah i jep munafikit. Pse jep? Se ki dash me lut dy karta. Nuk luhet kur dy karta. Valla pak ne, jak ne jani. Ja me muslimat, ja me qafirat. Ja interesin e islamit e mbron, ja interesin atyve që janë karshi islamit e mbron. Nuk ka këto dy karta. Nuk valla pak ne, se knejna po mu me marë pak ne, nuk shkon kur hiq. Allahu azza wa jall i sankcionon me sankcionet më të mëdha ato që dinë me cilajka. Ne kena me diskutu sot edhe për munafikat, ama kena me diskutu edhe silla e pejgamberit alayhis salam. Për shembull Muhamedi alayhis salam ja ka ditë cilësive. Ja ka ditë do munafikave, ka ditë që janë munafika. E ka ditë ama abo kishe ajtë spedila, po i toleroj. Ama ka pot raste ku që ket pikë ta mbani mend kur kena me diskutu ka fundi ligjëratës. Pejgamberi alayhis salam munafikit ka ditë me thonë, pse be i të mshajt ti dhe shok të tu, e ka marrë vesh që i të mshaj, edhe lejot mi thonë, dikujna që nën stër të shanë, stale të qa, mi thonë, i të mshaj, a di munal ti sot, a di munal, a i bur ti munal. Dhe më thonë, ka kësi situata kur Resulullah alayhis salam ta ka leju, kur e di që dikush i ka një qift tyra, shko thuj jam ftyr, thuju ndalu se jam të di që i të mshaj. Nuk ka marrë në këtë situatë. E për këtë arsye është një hadith pak më i gjatë ku do të diskutojnë atë pjesë. E tash fillojna me cilësitë e munafikave. Ka pak si tepër më. Ka pak si tepër edhe subhanallahu, Allah na mundsoft që nëse e kena dënjanë me kësajna ta shërojna. E nëse kena pak më tepër Allah azza wa jalla na mundsoft që këtë net Ramazanit mos kalojna vetë zemrën tonë ta shkune pi këtyre pikave. E para, munafikat cilësitë jashtë për shembull e shprehin Islamin. Vallahu disa munafika në safigi. Mos mendoj se ato janë e ka marrë po të pret karshi. Jo, atë e kije në safin tanë. Se atë karshi e dise i karshi. A problemi ja kër e kije qëtu kër e kije. Se ta rej shpinën, ta limon shpinën, deni ta gjeje venin, e dini ju për shka mi u bo. Dhe më thotë që ka problemi munafikave, se ato me tirin. Edhe masanina shka bojnë momentit që i po të hapsira, edhe mundën shkatrojnë, vallat vrasin, valloj bilojt vrasin. Dhe më thonë kjo kategori është shumë e rrezikshme. E për këtë arsye, Allahu azza wa jall i përshkruan me ajete kuranore, krejt to gjatë të tojmë, ka ajete kuranore decisive për çdo pika. E para, ato për shembull pretendojnë rrejshëm. Thojnë nejna që shto, ama kitë është e kundërta. Allahu azza wa jall thot, ka disa njerëz që thojnë, besojmë Allahun dhe jetën tjetër, do të thonë ditën e gjykimit, por ato nuk janë besimtar. Se do thonë ti e thot, ama nuk e beson, se ka dallim, çiket ne diskutojna shpeshherë. Ka dallim me thonë ti unë jam i mirë, edhe ka dallim me u kon ti i mirë. Ka dallim ti me thonë, u kënaqat i kënaq njerëz me fjalë, ama ka dallim i kënaq njerëzit me dorë. Ka dallim, nuk është, do të thonë, pse plotësohet imanin tre kritere, e para besim me zemër, e dyta me gojë, mos më kanë vepra aty, sa duhet fol me gojë, thuj me zemrën e mirë e kam unë. Valla katrani ki zemrën. Valla çymir e ki zemrën. A di pse e ki çymir? Se non sto veç me gojë me zemër, ama nuk e ki kërkon domethën dorën tane. Ti mund të më thon, valla ju kënaqën musliman tu fal. Po ti ku je? Pse zën safti? Ja valla po rit e shtëpia. Domethën grip me ta dëshmuar me vepra jote se ti je i mirë. E dyta, ata mashtrojnë. Allahu azza wa jall thot, ata përpiqen ta mashtrojnë Allahun dhe ata besojnë që vetëm mashtrojnë veten, domethënë se ato mendojnë se janë të mashtruar Allahun. Ti veç me mendu se i të mashtruar Allahun, ti e ke mashtruar veten. Ka një dash me rrengë. Tash është periudha e zeçatit. Disa mundohen me mashtruar, di, valla nuk i kam çka çfarë se kam një borxh, ama atë borxhin kur se lan. Domethënë kam borxh, ama borxhin kur se lan, mundohet kam me mashtru Allahun. Po pse pe di veten Altan? Pse i të garantu zjarrin me durët e tua? Pse? Thonë mos mund do, Allah azza wa jall ti ka sqaru, ti hoxhën mush me rrejt, mush me kallzu ti mua. 100 arsye pse mos me dhon zeçat, pse mos me dhon sadaka, pse ti pranon zeçat. Ama po ende diçka, se ti mu mashtron edhe respekt, unë ndoshta kurse kuptoj se më ke mashtru. Ki friga dit kur, s'ki ka me mashtru, Allah azza wa jall po ta garanton se ditën e gjykimit kena me demasku. Vallai me demasku Allah në dunja 1% i kësaj toke nuk ka shka me demasku ditën e gjykimit. Para me do familja jote këtë shofin në ditë gjykimit. Resulullah alayhis salam ka me të pa çfarë prevaranti i ka në dunja. Para me ndojë, në ditë gjykimit ka me të pa këtë dunjaja se çfarë njeri lajkatari kanë. A çikiti ki pretendu si ummeti pejgamberit alayhis salam. Thonë është rrezikshmëri e madhe. E treta, ata përhapin çrregullimin tok.
Ajeti ku Allahu Azza wa Jall thot, mos bëni çrregullime në botën tokë, ata thojnë, ne vetëm zbatojmë rregullat e kësaj bote, me të vërtet ata bojnë çrregullime në tokë. Allahu Azza wa Jall po ka thënë, zullumçar, domethënë, një prej cilësive, domethënë të munafikave, ose janë zullumçar, non stop, veç bojnë trazira, shmajt, djath, nuk ka vend që ato rrinë që sillin qetësi. Domethënë, e kundërta e këtë dinit Allah, dini Allah, non stop thirrën qetësi, paqen, sigurinë, senat më të mira, në moment munafikat sa herë veç trazojnë. Mu kanë dy shok bashkë këhi treti i përçan. E keni pa, do janë maestro, do janë profesionalistat më të mëdhenj dunjo, që kur janë dy njerëz bashkë, ai di metodat më të mira me hinje dhe çish mi përçan. E di, çish mi au çau vllaznillëkun, edhe mi krisën vllaznillëk. Të rrezikshëm si individa e si individa. E katërta. Çto Allahu Azza wa Jalla fal. Vallahi Allahu Azza wa Jalla fal, çka e katërta. Jam përtac në adhurim. Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an: "Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala." Allahu Azza wa Jalla thot, kur çohen me fal namazin, çohen me dembellëk, me përtaci. Au namazi erdhi kindia. Kush da fali atësien? Sabaj, kush çohen pesën sabah? O Mubarek, ti në shtatë qosh. Ti në shtatë qosh për shejtanin, në pesë sun për qosh për Allahin. Bile, disa dhojnë, po qona para punë ta pini kafe, kupton? Të freskona. A nuk qohet për e që ta ka dhonë ti jetën për e mujtë me shiu? Të qkjo pik, valla dështojnë shumë musliman. Me thonë, edhe nuk e fali namazin, me plot vullnet me thonë, Rabbul Alamin ka bo namazdi edhe e fali namazin. Po jo, di që shkanë thonë djetartë, në kodë sotit, ne di pse e falë në namazin, se ne rahatomi prej namazit, e falë e heka qafës. A pejgamberi alayhis salam e ka falë namazin muratu me namaz, dallim i madh kjo. Dallim sikur dilli, do të thonë me hanën, dallim, do të thonë nata me ditën. Për çka arsye inshallah Allahu Azza wa Jall na fal sidomos të çka pikë. Kena më shpjegu këtë pikën pse janë për tac pastaj. E pesta, tallën me muslimanët. Për shembull, ai po, ju selam alikimat. A ju falja? Pas keni punë tjetëra, keni vetë këta për xhamia. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: kur ata takohen me juve, se këshire, munafiki është tuc, ta dini se non stop që kena me diskutu, munafiki është tuc. Kur takohen me juve, ata thojnë, ne besojnë. Ne besojnë edhe ne besojnë. Ama kur mledhen me ato shokët e vetë, me ato shejtanat e vetë, Allahu Azza wa Jall kështu e përshun, ata thojnë, ja me ne bojmë hajkare me ato, ja me çfarë ti. Ne se besojmë, ne ina me juve. Do të thonë, që tu Allahu Azza wa Jall e ka thonë se ato dojnë me ta mpinti i trunin me thonë, me falë namaz, nuk ka shumë rëndësi namazi, nuk ka bez zeqati. Parët, që ne musliman, këtë men të parët i ka, do me ta prek parën. O gjallart, të parët e ka menin. O Mubarek, se i kiti men të parët, mëse dunja i ka men të parët ta. Mashallah, këshire, se ato shka menojnë pare, ka shumë e sire për këtë trajt, me i sharu, që akuzojnë. Vallahi bilaj. Disa njerëzve duhet m'ja u bo momentit që vdesin, m'ja u qenë gojnë me Zot, edhe m'ja u shti parë që ja kanë me të ngojnë. Nëse ki punu ta njëtë për që këtë punë. Nëse kitë në akuza i kanë pare, na parët, a i do parët. A i do parët me të donë. A do me ta më shtilë trupin talë, vend që e fitit me pare. A të ban fajti një shka. Në më thonë, akuza, a dini me po, are si këna e pate edhe ne akuza në botën tjetër. Apo po shanë, apo po akuzon. Vallaj nuk hinë gjennet pa ta marakin. Vallaj nuk hinë gjennet. Shifmi atje se janë mësu e kanë liru gjuhën, e kanë liru atë shtrafin e gjuhës. Shumë musliman e kanë liru edhe akuza pa faj. Rinë qajtore, rinë kafe, akuzo. Rafal akuzat, 1, 2, 3, 4, 5. Dhe nuk i di 2 suret Kuranit, akuza për këtë të njëndi. Shifësh në ditë gjykimit. Shifësh se vallaj, nuk po foli veç hoxha ka shi gjematit, po atë gjemati me gjematin. Thonë lloj të akuzave njerëzit. A ke akuzu? A i kam burë ma akuzu ma shpine? Po, hajde shifni të dili, rohën ditën e gjykimit, ku vallaj, billaj, veç mendimi negativ për dikan, veç me mendu negativisht kime dhonë llogari, para me do nëse ki fol. E gjashta, Allahu Azza wa Jall thot se ata shfaqin armiqësi. Për shembull, ajeti kuranor Allahu Azza wa Jall thot: "In tamsaskum hasanatan tasuhum." Kur ty të vjen dënie e mirë, ajbe do me plas, valla do me plas. E vazhdon ajeti kuranor ku thot Allahu Azza wa Jall: "E nëse ju zej juve ndonjë e keqe, ata gëzohen." Do të thonë, ai shfaq armiqësi, se për shembull ti kur të gëzohesh, normal është që dikush më gëzo. Kur kiti darsën, ai lip me tartin darsën me ta ashtu të gëzimin. Ama këto njerëz munafikat, kur kiti të mirë, ai e di, bile do kur të folin, selam aleikum, e ka atë buzëqeshën fals komplet. Ma jetë kuranor. Vallahi bilaj këtu ka shumë, subhanallahu, këtu me përmisu veten në shumë detaje. Kur të qaf, ose për shembull kur të fol, se hajga, ai, do të thonë veç me të hek qafe.
Kategoria e rëndë njerëzve, kategoria e rëndë se këto i përjetojnë atë ditë për ditë. Çdo njeri me ka përjetu këto pika, s'mund me thonë dikuj se si kanë përjetu. E shtata, ata nuk pendohen nga mendjemadhësia. Për shembull, ajet kuranor Allahu Azza wa Jall thot: e kur ju thuat atyre, e jani se Resulullah alayhi salatu wasalam, do të thonë i dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam do të lutet për t'ju fal, ata e tundin kokën, e di thonë e sheh do të thonë tundin kokën, Allahu dhe thot se e sheh se ju pengojnë e që janë mendjemdhej. Për shembull, me zbërthy ma leç këtë pjesë. Kur i thotë dikujt pendoju, o musliman, pendoju, ai këtë mend të pendimi keni, vëdi? S'keni punë tjetër, valla s'keni punë tjetër, valla ne s'kena punë tjetër, valla ne s'kena hiç. Ne kena ardhur në dunjë veç me adhuru Allahin. Ne hajna buk me moj trupin me fal namaz. Ne pushojna muçu me ardh me kallzu ders e ju me ngu ders. Thon, ne këtë punë ti bojna, Allah i më kanë razi. Neve hiç na intereson pjesa tjetër. Ne mujna me punu për me boni të ardhe më të mirë për fëmijët e tonë, për se punojna, do të thonë, ne nuk kena si çerrila. Hama ne këtë punë qëllimi kryesor, për shembull, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. S'ka kriju Allah me veç me hang. S'ka kriju se ti me paskon me hang, çka dallon atë pikofshës. Çka dallon? Ha, pi flesh mojo kafsha. Ti çka dallon? E adhuron Allahin. Për këtë arsye, ne mend i kena veç të adhurimi. Inshallah, kurs na jub Allah me pi adhurimit, ja Rabbi. E shtata e përhapin immoralitetin, sidomos tash rrjetet sociale. Cili do, i cili poston video që ja u prish moralin trive dhe trejave, vëllai, bilaj e ka një cilësi të madhe të munafikave. Kush do që krijon, bëhet kreator i asaj që ja u shthur moralin trive dhe trejave, ka e pot përgjithësi të Allahu Azza wa Jall. Jo përgjithësi, po ka me dhënë përgjithësi për një cilësi që Allah e ka përshkruar për shembull me ajet kuranor, thot: ata duan që të përhapin lajmet e turpshme për besimtarët. Për shembull, dikush do të thotë si kam ju këtu kur këto ajete. Ka me Kur'anin i sheh. Këtë ka me Kur'anin edhe i sheh. Një ka një unë shpipo. Thon, cilësitë munafikave një ka një. Se ndoshta ju i keni një veç atë hadithin. Kush i ka katër cilësi, dhe do thonë çaj është munafik. Ai veç hadith, këto ajete kuranore, më të fuqishme se hadithi pejgamberit alayhis salam. Atë hadithin e trajtojnë pak më poshtë. E teta urdhërojnë të keqe edhe ndalojnë nga e mira. E kundërta e besimtarit. Besimtari urdhëron të mirë dhe ndalon nga e keqja, munafikat e kanë të kundërtën, edhe e kanë një cilësi të fundit munafikat, për ajeteve kuranore, që jam mundu të shkurtoj se valla 130 cilësi, thonë jam mundu ato kryesorët të marr. Një cilësi tjetër që e kanë janë shumë kopraca. Për shembull, kur vjen puna me dhon xhami, valla, disa i dhëjmë dinari, pashallah, vjen puna e paguajt antarësie, ose vjen puna me paguajt shaka angazhime xhamia, ose për shembull, vjen rryma shtrejt, vjen sena shtrejt, be me bo ati mi thon paguaj kafe, dini dunjos i jep kafe. Kur të vjen në xhami, vallaj, aj, dorën e shtrëngone, i shkon pështimat e poshtë, i jep temperatura, e një dinar së ne për xhamin. Pse? Që kjo është një cilësi që lipe pasru zemrën tonë. E muslimant, tash vazhdojmë pjesën tjetër ligjëratës. Muslimant nuk e përjetun munafiklëkun para shpërnguljes Medine. Do të thonë në Mekë, pse nuk e kanë përjetuar muslimant munafiklëkun në Mekë? Se dopt janë kanë. Se kur i dopt, s'dohet munafiklëk. Ama kur erdhen në Medine edhe janë nisën e marrë këra muslimant, u lishun munafikat në teren. Janë nisën, e kina me të regu për Abdullah, dhe më dhanë, Ibn Selulin, Allah i na falë, ja Rabbi, qëfar munafiki, dhe më dhanë, qëfar munafiki, mas pejgamberit a falë, Resulullah në Mesih e she, ndërrime Resulullah i bërë më abet edhe munafik. Edhe në funë edhe kur ka dik, edhe teshen e vetë ja ka dhanë Resulullah, edhe gjenazën ja ka falë, edhe në funë apet shkon gjenem. Ka e farë dënimi. Allah i kur do me dënu për ndunja, ti se ndjen, ma kime pa në momentit që të vjen me lashe avdekës. E dashën lëzër besimtar, koka e munafikave kush ishte? Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, dhe më thonë, kjo ishte aj krye munafiki. Ibn Seluli, ja ka bo Muhammed a.s. komplotët, dhe ato kurthët, matë këqia që mund të do. Unë e mendoj qëtu, dhe më thonë, me mendim djetarve kjo është, që e kam ledzu, disa munafika që shdi me bo dredhina, vallahi shejtani nuk di, që shdi me tali dhe i tyje, për shemë dhe ki pa magjistartë, se magjistartë janë, për shemë ato që bojnë sihër, më thonë ato janë shejtana në tokë, ato janë munafikat kryesot, më thonë ato din me të lidhë ti që me të shkatru, që të munafika qifti Abdullah ibn Ubej e Selulit, këto din me të shkatru ti, jo veç familjen e ti, jo, këto një shtete kaldin e këpëton. Thonë, këto qësë si munafika janë, se këto non stop menojnë, kin aj nuk fle, aj nuk habuk, aj nuk pijuj, kur gju, aj veç që të menu. Qështë t'ja baj sherin që të gjamiës të msheli? Qështë t'ja baj që këtë kojshien të prishim i gryneve? Non stop rinë qëto, thonë, e kanë atë stilin, edhe në qere diktonë të munafika, subhanallah, edhe kur të këshirë kështon. Edhe i bon si nuse edhe të këshirë shtremë sem. Kina me të regu do e thonë me situata, vallaj, Allah ju falë.
Jam të mundu t'ja u shpjegoj në formën më thjesht, të mu i shvedu, a thonë, këtë ligjerat shkakon që këtu kina problem, vallah, këtu kina problem. Këtu së më thonë dikush dhe një kandidat musliman me thonë, ja, vallah, o gjithë që këtë një cajtë qëllume. Jo pa shalaj në që tema ma e qëllume. Që tema ma e qëllume për në ditën e sotit. Shkakon që ne kina problem në stop me kësi njerëzit. Ti banesën tane me ki, shpijen tane, malën tane me ki, ka përcen, ti bëhët kështë të shë. Mos e kthe kryen se kojshije. Mos e kthe se një zullum me tarë dhe një bela me tarë që të pari kojshit ti këtë i kije, këpëton. Mos u ban munafik më bëhë kështë të pash. Mos u ban, jep selamin e Allahut. Nuk ashtë kusht me dash dogan, kusht ta me respektu dogan. Për këtë arsye do vallon, këto janë ato rasiada që ja thon vetës një herë vallon. Për kujt ja thon? Asena si ta ngoni me veshtë juve, me veshtë zemrës, inshallah e kuptoni. E dashur vëllezër besimtar, edhe pse Ibn Seluli i bajke shumë komplote dhe kurthe Muhamedi alayhis salam, Muhamedi alayhis salam e toleronte, edhe shfaqte mirësi. Pse shfaqte mirësi? Për një arsye, që hajt mos me pranon Islamin. E këtu Ibn Seluli, edhe shokët e tij, ja thurën një komplot kundër muslimanëve me ndihmën e jahudive, të hebrejve. Do të thonë, kjo është situata. Kur u reshtu, do të thonë, në fisin Kajnuka, se kështu pejgamberi alayhis salam boni marrëveshje me hebrejt, që mos me sulmu njëri tjetrin. Në moment që pejgamberi alayhis salam pa ku forcu, u prish marrëveshja Mekan në ndërmjetësimin e kujna e çti munafikit. Çish me ju pengoni, sheku i thojke, po doni me, para më do juni të mbrojt, nuk keni të sulmu Muhamedi alayhis salam, ama çikit shaturit nesër kam ju gjej ju me shpulla. Me terminologji thjesht. Runu se kam u bë çik Muhamedi alayhis salam, i forçë nesër juve kam ju shkel edhe kam ju bë, çish ratë me bulldozer kam ju shkel. Me do të e pon, për me ashtu po, ja shtini fitnat automatikisht ato e sulmu pejgamberin alayhis salam. E hipokritët u tërhoqën prej betejës së Uhudit. Kur Muhamedi alayhis salam mori udhën për me shkuar në betejën e Uhudit, a disa e kthejtë në shpinën Muhamedi alayhis salam nëpërmjet çetit Abdullah ibn Selulit. A disa e kthejtë në shpinën. 1/3 e ushtrisë. A disa i bën 1/3 e ushtrisë. Para mendo ti, mendjesi e kem lidhur ushtrinë atko, edhe 1/3 e ushtrisë ta kthen kush një munafik, pi fitnave të veta. Punë e madhe kjo. Për shembull, kjo i bie sigur ose me marr ma thjesht kështu. Pe uli shumë nivelin kështu, që me kuptu ma thjesht. Shkoni me lut futboll, sa lojtar don për futboll? Stadion vogël, 10 lojtar apo 12 lojtar. Edhe vjen një munafik që s'do më pa juve mirë, ja u hej 4 lojtar. Jo pa 4 lojtar s'luhet, e kupton? Nuk luhet, po stadioni shumë i madh, e kupton? Edhe mund një herë automatikisht ta vështirëson, ose njëra ekip shkon ja hek 4 lojtarë, e le vetëm 2 lojtar. Pa lund dikush 6-2. Nuk ky s'lund. Më i fortë i dunjas më kanë ti japin golla. Edhe çka dashni me bëu Abdullah ibn Seluli, dashni Muhamedi alayhis salam, ti ashtinje fitnën mrena asajna, smunja ne kina me hub, ne ina pak, apo shato shumë janë, ato kanë mjetën e kurxhos kina, dekurajim i madh. Ato janë të partë mi dekoraju, mi demotivu njerëzit. Në thirr ligjerata, delën i shejtan. Këtë xhamia keni me. Hajde pak punojnë, sen. Po bare ka se muj ligjerata aki, muj Kuranit aki, muj ibadit aki. Ngo këtu, lexo këtu, mëso këtu, mas një muj tjera, si dush, hiç mos hajde në aspektin e ligjerata, se në xhami e ki farz mart. Po mos hajde në aspektin e ligjerata, po bara mush shpirtin tan pak, përmisoje. Se po shta kina me të në ignoranta. Kena me gjahilja dhe nuk dina se çfarë sillet pejgamberi alayhis salam, edhe çuditmi kur i mësojnë ato sillet pejgamberit alayhis salam. Se lidhje s'kena për shembull me jetën e Resulullahit alayhis salam. E pastaj Muhamedi alayhis salam ndërvepronte, para mendo. E di që janë munafika, ma ndërvepronte nënën e jashtme. Kjo a di çka i bie? Për shembull Ibn Taymija e ndon një mendim me Imam Shafiun ku thotë, kush e shpreh besimin? Për shembull, nes mujna mi thon dikujt Natasha, i thotë unë jam musliman, ti më thon, ja ve munafikie. Smujna mi ja thon kështu, e kupton? Nuk e kena drejtën mi thon. Ai thotë unë jam musliman, e besoj Allahun, ti më thon munafik. Çish mujna mi kuptu kështu? Thotë Imam Shafia dhe Ibn Taymija. Allah i mëshiroft ditë ya Rabbi. Kush prej besimin e tij dhe vepron sipas urdhëresave të besimit, për shembull thotë unë kam besuar edhe mundo të fal namaz sen, thotë para të vlen këtë drejtat e barabarta që vlen për një musliman. Martohet, trashëgimia, rregullat. Edhe pse ai ndoshta në zemër është jo besimtar. Ama nënën e jashtme ka thotë çfarë besimtar me zguxena mi thon se me pas leju pejgamberi alayhis salam mi thonë mi apo donjor do të cilësi edhe mi thonë ti munafik ti lip me çit ishte bo haus i madh, domethënë, shyre pejgamberi alayhis salam pavarësisht që kena brendësi të vetës, na ka mësuar se ne çish me komuniku me njëri tjetrin, edhe mi u fol që me përmisu veten, ama jo mi u fol edhe mi shkatru njerëzit, e kupton? Jo me akuzut e njerëzit. Ne fola veç fenomenin, ne s'kena problem me njerëz. Domethënë, këtë kena çart vazhdimisht ligjërat. E dashur vëllezër besimtar, kjo vlen për ato munafikat, po folna që e kanë zemrën e prish, jo ato që e kanë vesh në cilësitë munafikave. Muhamedi alayhis salam i pranonte arsyet e kujna justifikimet e munafikave. Për një arsye, që ajnë mos pju zbutët zemra, e ki po, do njerëzit non stop tolerojnë, hape mos po zbutët që ki, mos po zbutët, nuk zbutët, Allah guri, nuk zbutët, guri, që ti sa dushu i burit,
Nuk e them valla. Veç në Saudi me çu e them. Dill ftoft edhe thajet gurit. Se për ndryshe guri me të guri, shkampin s'e thën. Për shembull transmeton Zeid ibn Arqami, thot morëm rrugën me Muhamedit alayhis salatu wasalam kur njerëzit po u përballojshin me shumë vështirësi. Thot e dëgjova Abdullah ibn Selulin duke thonë: "Mos u jepni atyve që janë me Muhamedin, këshire." Ati munafiki pas shpinje fol non stop. Mos i jepni thot Muhamedit edhe ato që janë me atë, do të thonë Muhamedit alayhis salam, kështu që të largohen pi atij se njëri kur an zor, ato mendojnë se kur jeti në zor, edhe kur e ki për interes, e ki pa interesia, pse largohet se s'ka interes. Te Muhamedi alayhis salam me Buhurera, do i kemë dek për buk, pse li ke Muhamedit alayhis salam. Do ishin me dek shok, s'kishin kurrë, guri në bark, fleshin ashtu. Se lajna vëlla idejen. O dini Allahit nuk lihet. Nuk ka interes në dinin e Allahit. Mos mendo se ti ke i për parë edhe e leket pjesë, nuk e la pik. Mare këtë dunja e muqus lihet dini Allahit. E kuptohet vëllat? Ato mëneshin mi provoku me uri, edhe në moment transmeton Zeidi thot e nita që këtë fjalë që e tha Abdullah ibn Seluli. Vëllat, mos jepni të Muhamedit alayhis salam, edhe shkova ja kallzova kryetarit të fisit Hasraj, se isha më i afërt me atë, edhe ai ja ka transmetuar pejgamberit alayhis salam. Edhe në moment kur e mor vesh Muhamedi alayhis salam, e thiri Abdullah ibn Seluli, i tha, hajde. Ai i thon këto fjalë, munafiki ku e pranon me? Ku e pranon munafiki me? Ai shka të shon, mi thon, "Am kishoj, jo vallah billah. Allah i le bojnë be një ditë, vallah billah, kam bëhet sikur uj këtë pjesën e bez." Edhe në moment e mohon, edhe Zeidi që e transmeton thot, "Ja nisa mutut se mos po dalën rrejnë, e kupton? Mos po dalën rrejnë, se unë e thash vërtetën ama. Hajr inshallah në moment, Allah i për mja vërtetu Zeidit fjalën e zbret një ajet. Para mendo Allah i me të përgjith ty si njeri me zbrit për ty një ajet. Po ku ka ma krenarisë kjo. Edhe në moment Allah azza wa jall thot, "Kur të vinë ty hipokritët dhe të thojnë, ne dëshmoj se me të vërtet ti je i dërguar i Allahut, e Allahu e di, me siguri se ti je i dërguar i Allahut, por Allahu dëshmoj dhe se hipokritët janë gënjeshtar të qartë." E Muhamedi alayhis salam i tha Zeidit, "O Zeid, mos u mërzit se çka je zbriti për ty." Do thonë e rahatoi Zeidin se ani si mutut. Do thonë Allah azza wa jall çet selamet, mos u tut ti i cili flet drejtësi. E hipokritët para mendone e komplementuan. Hipokritët thoran çasi kurthi për me vrarë Muhamedit alayhis salam. Do thonë transaction që than fillim. Dashëm me vrarë Resulullahin alayhis salam. U bashkuan 15 munafika. 15 munafika u bashkuan me plan që ta shtyn Muhamedit alayhis salam nga Devja, duke ecë Muhamedi alayhis salam pina Kabe, në vend kush ka qenë në Saudi, ndoshta ka mujt me vizitu. Tu ecë janë do shkamba të mëdhoj, edhe dashtën që me shtyp pejgamberin alayhis salam, që me fuk edhe me vdek pejgamberin alayhis salam, ama Allah i mbrojti. Do thonë, ato e kishin plan, ama Allah i informoi Muhamedit alayhis salam për çka planin që e kanë. Kjo i bie kështu. Vallahi munafikat Pasha Allah, munafikat ta dojnë matë keqen. Vallahi, nuk ka munafik që ta do hajrin. Këtë tjeni të sigur. Sot pasron e vetën e juve. Hipokriti vesh keqen ta do. Hipokriti mos të paftë mirë. Ama aman mos kallzoni të mira shakini. Aman mos kallzoni të mira shakini. Se mos qilloft qajo fjale jotja me një munafik. Vallahi, ja të ka me zonë gjumi, qysh me mujt me ta shkatru qatë mirë. Mos mujt me ta marë, qysh me ta shkatru qatë mirë. Për këtë arsye, runi pak të mirat edhe mos i publiko. Mos i publiko se kemi apo shirin me të stane. Edhe kemi apo shirin publikimit prej munafikave. E dojnë të keqen vazhdimisht. Nuk po du me marrë këtë ligjerat shumë shkolla. Shaku që shumë e gjatë ligjerata. Ja mundu ta shkurtoj maksimalisht që ta përmbledh nga brenda një ligjerate. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam i kërcënoi i kërcënoi me dënim 12 burrat e maskuar. Për shembull, transmeton Hudhaifja radhiyallahu anhu se Muhamedi alayhis salam ka thënë, janë 12 hipokrit në umetin tim. Me që tham numër i vogël. Ata as nuk do të hyjnë në xhenet, as erën s'kan mjani xhenetit. Thot ata kur s'do të mundën, do të thonë derisa të hyjë devja ku, a keni pa xhilpana ç'është, edhe e ka një birr, nuk do të mundën munafikat, mund ndryshu, edhe me hyjnë në xhenet derisa mundët devja me hyjnë birrën e xhilpanës. A mundet me hyjë devja në birrën e xhilpanës? A mundet? Po vallahi, devën më të vogël në dynjë me marrë sunë shti çati. Kupton ta bira e vogël e xhilpanës. Allah i jep këtë shembull që kur s'ka mujt me një xhenet dhe me një aromën e xhenetit. E dashur vëllezër besimtar, vazhdon pejgamberi alayhis salam ku thot, Allah i 8 piçtyve 12-ve kam i vrarë me tumor. Do të thonë, pin dynjë. Apo do ti au shpallë luftë mu, po pin dynjë kam të vrarë me tumor. E Muhamedi alayhis salam do të thonë e njoftoi Hudhaifën me çdo 12 emrat e munafikave. E dini atë gjarën Omeri që ka shku ka lut, mi kallzo. A jam mos a emri jam, e di? Mos mi kallzo emrat, po mos jam unë që emri. Para më në Omer radhiyallahu anhu. Do të thonë tutë e madhe mos a kon munafik. Pse se xheneti pyk pyetja. A ne menojnë aty evlia? Jo, e këto stilësit unë jam larg asaj. Jo vallahi Omer, do të thonë Omer, shoku i pejgamberit alayhis salam, atu të shumë për shembull. Edhe mos e na shaka bo Omeri, thot mos i vdiq pejgamberi alayhis salam,
tan jetën ka nejt Omerit e këshir Hudhaifën, nëse vdes dikush, a shkon Hudhaifja në xhenaze. Pse? Se nëse shkon xhenaze Hudhaifja, i bie çka që kanë munafik. E kupton? Do thonë atu tan jetën ka nejt u këshir. E këshir, derisa me një xhenazë Hudhaifja nuk prezanton, Omeri kur e sheh që Hudhaifja nuk është, se ka qenë prisi besimtarëve, e thirr njërin, et falet i xhenazës, s'ia falë. Do thonë automatikisht nuk ja ka fal xhenazën. Vdekja e krye munafikit. Për shembull, transmeton Omer radiallahu anhu, pa shkurtoj këtë hadith pejgamberit alayhis salam. Kur vdiq Abdullah ibn Ubay as-Saluli, shkoi djali vetë pejgamberi alayhis salam dhe i tha ja Rasulullah, i tha a ma jep një teshën tone që t'ja baj qefin kujna babës tem, se menoj ke se tesha pejgamberit ban fajde, o burra, nuk t'ban fajde kur t'gjoj kësaj dunjaje jashtë imanit në Allah, vallaj. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dha, edhe i tha kallxoni kur keni e bë xhenazën hazër vitja fali xhenazën, shpër në hadithin. Edhe në moment vjen Omeri dhe i thot, e ka përkraj, thot, ja Rasulullah, i tu dosh një fal xhenazën dikuj që çështu ta ka bu, ti e di çka ka bu. Edhe pejgamberi alayhis salam kishte ajo mëshira. A di pse ka fal xhenazën? Veç me plotsue se sa i mëshirshëm është pejgamberi alayhis salam. Jo që i bën fajde, falja xhenazës pejgamberit alayhis salam. Edhe në moment pejgamberi alayhis salam thot, Allahu azza wa jall më ka thonë me ajet qartë, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Thot edhe nëse ti kërkon falje, edhe ose nëse nuk kërkon falje, thot bile edhe sikur të kërkosh falje 70 herë në ditë, thot prapë Allah azza wa jall nuk ka mi fal ata. Do të thonë ti sa dush falja xhenazën e munafikit, si van fajde. E pejgamberi alayhis salam vazhdon duke thonë sikur ta dija që nëse kisha bë shumë kërkim falje, Allahu kishte më ia falur kisha bë. Kish fal rahmeti. Kish fal rahmeti me zullumçarin më të madh. Fal rahmet maksimal. E pastaj ja zbret Allahu azza wa jall ku ja ndalon. Ku i thot wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Thot dhe asnjëherë kur ata të vdesin mos ja u fal namazin e xhenazës kur e mos qëndro pranë varrit të tij. Do të thonë, tash ja ndalon Allahu azza wa jall derisa e plotsojmë, e plotsojmë Muhamedi alayhis salam, se ka shumë më afal Muhamedi alayhis salam doni munafikit thjesht, ama kur ja fal krye munafikit, përmbushet me mision komplet edhe, kupton? U ka krye misioni edhe tash Allahu azza wa jall e ndalon për pasardhësit që kanë marrë me ata. E dashur vëllezër besimtar, disa munafika u penduan dhe ju përmbajtën Islamit, njëri prej atyre është El Xullas ibn Suwaidi, do të thonë ka qenë ai që ka refuzuar me marr pjesë në luftën e Tebukit, ama Allahu azza wa jall ja ka mundsuar që me permisue besimin e tij. E Muhamedi alayhis salam tregonte durim përballë dëmtimit hipokritave. Transmeton Abdullah ibn Mesudi në ditën e betejës së Hunenit, do të thonë Muhamedi alayhis salam shfaqi preferenca më dhon pasuri pi plaçës luftës. Ja dha njërit 100 leve, tjetrit 100 leve dhe i shpërndajti Muhamedi alayhis salam. Kur shpërndohet pasuri, ato munafika dalin pa. Edhe e tha një fjalë, thot, që kjo as nuk është drejtësi, as nuk e kërkon Allahu kështu. Edhe shkunja transmeton pejgamberit alayhis salam këto fjalë, edhe Resulullah alayhis salam mu i kemi thonë, a ti thove ç'shtu? Ashtu. Se me thonë për pejgamberin alayhis salam ç'shtu ka dënim të madh, s'mundesh të me kësi fjalën e pejgamberit alayhis salam. Sa fjalë hoxhës kjo? Hoxha gabon. Do të thonë ja të gabushëm, ne s'ja të gabushëm. A më ia kthej fjalën Resulullahit alayhis salam? Wallahi meriti për shpirtin tan. Por sa kur thojnë ne mbaje sunetin, nuk është meselja aty, çfarë thon valla si dush bane, si dush më se bane, mbaje se si dush me pështu. Dhe në këtë moment pejgamberi alayhis salam u nervozu çat shumë sa ju skuq ftira, sigurisht xhakë, diku i skuq diku këtë xhakë u ftira. Edhe në moment tha, nëse unë zbaj drejtësi, kush ka vënë drejtësi? Nëse Resulullah alayhis salam dhe Allahu nuk ndon me drejtësi, kush ka më ndaj me drejtësi? Edhe në këtë rast Muhamedi alayhis salam bani durim se tha, vllavi im Musa alayhis salam boni shumë durim me Benu Israilt. Thot boni shumë durim, edhe unë ka e bo durim këtë rast. Dhe dashur vëllezër besimtar, disa munafika të nxjerrin pi kontrolle. Valla të nxjerrin pi kontrolle. Keni pa, për shembull, kena më tregu disa sene. Kur vjen çështja munafiki me të nxjerr pi kontrolle, a di çish nxjerr? Për shembull, vin dy njerëz, njëri i fol mirë, ama tjetrit në asiftyre. Ai mirë. Do thonë e ka gestikulimin. Allah azza wa jall e ka lënë me tradhtu çikjo, e ka lënë me tradhtu çeshja, zani, kemi të treguar me ajet kuranor që zani i tradhton. Smunet ai me të fol me sinqeritet me thon, selam aleikum o vllai dashur aty. Smunet ai me thon, smunet, nuk e ja lejon Allah. Edhe kemi të treguar cilësi s'ka shanca munafiki teorike mi arrit. Nuk mundet. O më mulut ta njëtën edhe çato cilësi që keni përmendë në fund, kur s'mundet mi arrit munafiki. Për shembull, Muhamedi alayhis salam i ekspozonte cilësitë e munafikave. Për shembull, janë hadithe të njohshme këto.
Allahu Azza wa Jall me ajet kuranor thot, për shembull, sa nuk e ka kallzu Muhamedi alayhis salam këtë emrat e munafikave, si ka ditë këtë emrat. Allahu Azza wa Jall s'ka dash, po i ka njoft nëpërmjet cilësive. Thot Allahu Azza wa Jall, e sikur donim ne kishim ja tregu Muhamedi alayhis salam, po ato njifshin prej shenjave të tyre. Për shembull, me siguri ato njifën prej kujt? Prej të folurit. Çka ta jetin kuranor. Këtë e kena një pjesë ku e komenton Ibn Qayyim ku thot, me siguri që ata do t'i njihnin nga toni zani, po i të folurit. Tregon kjo shumë. Disa a di pse më keqen çka pjesë. Se kur tradhton zani jot ashtu keq, se joti është. Edhe tradhton zani jot. Munafikat i tradhton zani vet. E ki po kur e shet dënin sem të mirë të dikush, ai nuk do të thoje mashallah, mashallah. E tradhton zani ti në vend e vrej se e ka tradhtu zani. Au Samir, an të kundër të naj me zemër thot, inshallah të kallot ja Rabbi. Inshallah të plas ja Rabbi. Do të thonë, e tradhton zani vet. O munafik, zani ato tradhtu. Sa dush ti thuj, valla, ta du të mirën. Po ato tradhtu zani jot, gestikulimet tradhtojnë. Sta le Allah, nuk ta le Allah, kuptojnë? Nuk ta le, se s'munoj zani me t'i dërsu. Valla këtu çdo një ani i muslimanëve ka shiju një herë njët. Kur dikush, për shembull ti kallzon disa të mirë dhe ti pret mu gëzuaj me ty, ai çish ta kthen ty? Mashallah, po mirë me mirë, këtë e kanë. A di mund ta ban relative, do thon, këtë kanë. Për shembull ti ke arrit një arritje shkencore, për shembull ti i bën magjistër shkencë, i bën doktor shkencë, po mirë me plot ka doktora shkencë, a di? O ti shka jemi, on gelafsh. O njeri që kërkush ta ka pa hajrin dunjë. E kupton? Marrëm thuj more, shiqyr që ka në umet njerëz që mësojnë. Si bo qefi, valla njerëzë si bo qefi. Sidomos si munafikave, këtive leqe si bo qefi, pa e ka në nisen qeter. Kjo është me rezikshla. Inshallah desnesër, ja Rabbi. Inshallah kursën e shion që këtë mirë. Ato me lëçkën e zemrës lutën. E për këtë arsye Allah Azza wa Jall kështu i demaskon. E dashur vëllezër besimtar, sahabët, vazhdojmë këtu, as sahabët nuk i dishin munafikat me emra. Neves na intereson emri. Neves na intereson Hasani, Huseni, Ali, Amari, Atabi, Ubejdi, s'is na interesojnë. Hiç na interesojnë këto emra. Neve na intereson cilësia. Do të thonë ne kena problem me cilësinë fenomenin. E Muhamedi alayhis salam i ekspozonte cilësitë e munafikave që njerëzit tregonin kujdes për ta. Për shembull, mos frekuentimi e para, ç'i kjo? Ai i cili nuk e viziton namazin e, do të thonë, xhamien, namazin e sabahit dhe të jacijës, ç'i kjo pi shenjave kryesore. Shenjë kryesore që ki një fakt në zemrën tone. An xhamiat e tona namaz sabahit pashallah sa njerëz i ka. Pasha Rabbul Alemini sa njerëz i ka. Në çeke xhami, një saf, 2 safa, maksimum 3 safa. Do me thonë, hadithi pejgamberit është, transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu ka thonë, asnjë namaz nuk është më i rënd për munafikin se sa namazi sabahit edhe namazi jacijës. Sikur ti njihni vlerat e këtyre dy namazeve, nuk do të vini zhaku deri në xhami. E Ibn Rajemi thotë, këto dy namaze janë shumë të rënda për munafikin me dal në xhami, sepse janë dembela. Shka tha Allahi, idha kamu ila salati kamu kusala. Kur qonë për me ardhen me fal namazin, qonë me përtatësi. Do më thonë, kjo është dëshmi se ai cili e fal me përtatësi namazin. Unë s'po tham ti tash, mundet me ndodhi 2-3 herë, 5 herë mujt mos me dal namaz sabajt e jacijës. O më valla do njerëzi veç namaz bajramit e falin, do të thonë sabajt, në xhami. Valla problemi më dha kjo. Nuk del, për shembull, valla jam dëshmitar i disa rasteve kur dal namaz sabajt, valla rrugt i kijet ti dboshadista, e dita me kush del namaz sabajt. Valla xhamati sabajt e një xhamatin e sabajt. Këtë ja u thamë përgjithësi. E njofna në njëri tjetër. Se shumë pak janë. Pak më men. Për këtë arsye Allah na përmirësoft në këtë pikë si musliman. E dyta, vënimi i namazit deri në fund kohës caktuar. E kena bash tamam vaktin me kallzu. Do të thonë edhe koha dielli është me një sakt. Kish ka thot pejgamberi alayhis salam. Transmeton Enes radiallahu anhu, thot e kam dëgjuar Muhamedit alayhis salam duke thonë, kështu falet hipokriti munafiki. Thot ai ulet edhe këshir diellin. E shihni diellit çka. Tu shku dielli, tu shku dielli, tu shku dielli derisa mosh pak para perëndimit dielli, edhe 5 minuta para perëndimit është dielli, edhe ki çohet mu fal, edhe falet shpejt. Allahu vërsim, Allah falet shpejt, 30 sekonda 4 recate. Po këtë kërkues e ban dunjë, veç munafiki e ban. Sidomos tot namazin e kindijës, e vanon çdo ditë deri në fund. E di e vanon, s'po folja me ka për jashtime që të ndodh ki pun ki haru sen. Ama ditë për ditë ti mi fal kit namazët, një stotik para se me një vakti. Kjo është vallaj shenjë kryesore e munafikit. Do më thonë, nëse do me ditë, a ki shenjë një fakit, edhe të munafik lëkin zemër, këshire sidomos namazin e kindijës, kur e fal? A bese ka vakt, edhe 1 minutë para se e përën të dili, ti qohësh, do tak, e ban vaktin,
e lam lauratova. Pse prit që ti më ardhi çivat? Është haram tu parendu dilli me fala ikindien, e dini? Është haram çka periudhë tu parendu dilli me fala ikindien. Mos e lë namazin. Namazin kohën e vet, në kohën e parë është pas e vaps. Vetë se jashtë namazit sabahit, që e falën pjesën e tretë, edhe yatsia pejgamberi alayhis salam e ka vanu më shumë ti. Ke tirat namazin kohë drekën, hajde në xhami. Se për munafikin dorën zemër, dreka kindia akşam janë kleta. Se çto janë ngat, ama yatsia dhe sabahi, Allah ja u lecofti, inshallah e permision. E dyta, rrejna, gënjeshtra, edhe debati, edhe vulgariteti. Çto të çka vulgariteti kena problem. Transmeton Abdullah ibn Amri se Muhamedi alayhis salam ka thonë: katër cilësi të cilat gjendet te një njeri, ata e bojnë munafik dukshëm, hipokrit dukshëm. Domethënë, e para, ta sqarojmë më drejt, do të thonë çka hadith pejgamberit alayhis salam. Thotë Resulullah alayhis salam, ai i cili e posedon një cilësi për çtyve katërve, nëse e posedon një, e ka një pjesë munafiklëkit. Ama nëse ka më tepër, le të kishte kujdes me imanin e vet. Do të thonë, nëse e ke një mundet ta heqësh ta lutsh Allahun azza xal, të ta heqë më shpesh. E para, kur fol rrein non stop. Nuk ka shans ani muhabet, 10 fjalë mirë nit pa rrejt. Fantazer. Ai është fantazer. Fal monot, këtë fjalë me shtu, merak, nuk di pse ha merak me shtu. Folë se e drejta më e mira, merak me rrejt. Hulot në kafe. Aja ka një mizë, thot, valla, që ti kishte një ushtrim i miza. Një mizë beke, nuk ka kur gjonë. Do thonë, merak një shtu, merr rrejt senet. E dyta, kur premton, ti premton, për shembull. Sidomos çto keni kujdes. Kur mos premtoni, thot pejgamberi alayhis salam, kur jeni të gëzushëm edhe kur jeni të mërzitshëm. Edhe se kur je i gëzushëm, ti piçe vetu. Ke xhamis kam ju dhënë dorë. Si të ka përse gëzimi? Pse be thash? Ose për shembull, kur ti je mërzitshëm, valla billa ka më shkatru çat. Kur të ka përcej nervoza, thu normal. Për shta, veç merrni vendime dhe premtime, jepni kur jeni normal, dhe jeni qetë, nuk keni emocione. Se thot, kur premton e thym premtimin, thot, kur i besohet diçka e tradhton emanetin, për shembull, ja beson ti një sen, ai të parën punë, ta vjedh parën tane, shtëpinë tane, familjen tane, edhe e fundit, kur debaton, për shembull, nuk pajtosh me një mendim medikan, a keni pa disa vllazni, debaton, mënyrën e fundit të diçka gjin, ose mu parla ose me shajt. Ti shon këtë, do thonë listën e shtëpisë ta shon. Valla kjo është, do thonë një picësive kryesore të munafikit. Kur debatosh, për shembull, pse i tu shajt, a di pse shon ai çka debaton, a di pse shon? Se i ka dik fort. Thonë i ka dik fort argumenti, edhe i ka dik fort që s'ka mujt me fitu debatin, se ne mendojna për shembull, non stop me fitu debatin, s'bën me fitu debatin non stop, li me fitu argumentin debat. A fitoj hoxha, po të madhe fitoj hoxha. Ka përcen. Pejgamberi Allahut alayhis salam, kur s'ka dash me fitu në debat, ka dash me fitue kush fjala e Allahut në debat. Do thonë, fjala e Allahut është më e lartë në këtë rast. E hipokritët janë ignoranta edhe të pa dinjitetshëm, çka e thash para 10 minutave. Ebu Huraira transmeton se pejgamberi alayhis salam ka thënë, ka dy cilësi që munafiki kur s'mund të arrit. Nëse një munafik ma gjeni, që i ka arritur dy cilësi, unë e shtypoj premtoj këtë xhamis. Se e shtin sfid fjalën e pejgamberit alayhis salam. Nëse e gjeni një munafik që i ka sot dy cilësi, që ka arrit mi poshtu ditësi, e vallaj këtë sot që ka emision xhami, borxhe o kam li drejk. E para, transmeton pejgamberi alayhis salam ka thonë që kur munafiki s'ka më arrit me zotru dinjitetin, edhe i dinjitetshëm. Kur të ecë dinjitet, këtë e njohin që ai munafiki, edhe e dyta me pa diturin mbi fe. A di çka i bën këto dy pika? E para, më ka një dinjitet që mi bje që kërkush mos me mujt me të këshyrë tije, me sy të keq në aspektin që ty i e ma i mirë, e këpëton? Së është taj ma i mirë, ajo që ka i thurë këtë komplotët, a i smurë më arrit dignitet. Dignitet i arritët mbi bazat edhe ndërtimin e shkajt, e të mirës, e bereqetit, me të më thonë e suksesit. Ato nuk kanë sukses, ato kanë sukses të mashtrum, ato kanë sukses momental, që ju ka përcen. Sa i ti të vjedh, a i ka momentalisht, ama se i hupët. Do thonë, a i ti të arzon suksesin, ama a i sarin kur sukses. Edhe dyta, ato kur s'kanë diturin bifejn. Jo që ato nuk di shka namazit, që falet namazit, se kam qëllim për këtë. Ato nuk e din se qysh me ardh dejtë e devotshmëria. Edhe ne këtë e dina, elhamdulillah. Do thonë, që dy cilësi, ato me dek e mund gjallë, e me dek, e mund gjallë, e me dek, e mund gjallë. Desa të botë kiameti, Allah azza wa jall s'ja u lejon çdo dy pika. Së është do të thonë emaneti pejgamberit alayhis salam. Pikë tjetër, imitim i verbër. Transmeton Omer radiallahu anhu se Muhamedi alayhis salam ka thonë, interesit kena punë çto. Do të thonë çto interesit. Thot hipokriti është si një dele, thot endet mes dy tufave. Akne jani, a këtu, nuk di se, nuk e di ku ka ma shumë bari me hangë. Akne, thot duke u endur herë në njërën anë e herë në anën tjetër. Që do vallaj këna një mesele, ma bani halal të qkepik. Ma bani halal dhe njerë kur janë pak ma jashme në këtë qështje, po. Do thonë, definitivisht sot, jetojnë në si realiteti, s'ki shka banë. Do thonë, lip mi mshu pak vara, se ti me prejk doktori,
kur të them se nuk prekët, të them kraj me të prekën zemër, kur shtoshë dora. Do të thonë, limi prek pak ato pika që na gjegin neve. Interesit e keni pa, interesit e keni pa ku shkoni. Do të thonë ku shkojnë. Interesia shkon herë kana djath, herë kana majt. Interesia, që tu ka pak interes, hu gjumë të çka interes. Pak harxhot interesi. Opa, kana tjetër. Po ne keni pas në mos për marrë një shembull banal, kërkoj falje për këtë. Ato aktivistat e partive politike. Do të thonë ndrojnë kible, pse ndrojnë kible për ideala? Pashallah, na ndron kible për çka? Ndron kible për një arsye. Pak të çka parti, pak se u argjë interesi, a në muljer këtu, do të thonë. Automatikisht, pse se nuk kam sube ai mubarek me ne, di, do të thonë. Pa thith diçka. Do të thonë menje, ama këshera jeto, valla këshera dy sen, a njëri e ka një sen interesant. Këtë pleqët e përdorin dy gisht aftyr janë. Me të hupë që dy gisht aftyr. Valla i mirë ti për shpirtin tanë. Me të hupë që to edhe, me janis me të njoft njerëzit, se ti je paftyrsh, ti je dyftyrsh, ti e trahton dostin për interes, ti e trahton edhe babën tonë për interes. Munafiki nonën e vetë është për interes. E ndron interesin, valloj me do të shtemi, lutë Allahun me ta marr shpirtin se s'do të jetë apo hiç do të jetë apo. Do të thonë, që tu është një problematike e madhe. Sa dush mundojo, masi ta hub shtyrën, sa dush mundojo, edhe pse dera e pendimit është shel. Këtu nuk kena nuk i hina kërkujt nërmjet atje dhe Allahu të zëgjel. Ama te njerëzit, sa dush munafikit që i ka ra maska, me dash më përmisu të njerëz më bojë mirë, nuk të besojnë vlla. Të ka ra maska, për që ata mos e hub maskën e ftyrës tane. Për asë një qmim mos e hub identitetin tanë. Në thonë, mos e hub se valla ti e hub pak, masanejna. Allahu ale me dise a mundet me të këthina herën këtë dunja. E Muhamedi a.s. u tregon të disave se ishte i vedishëm për munafiklëkun në atyre. Transmeton Ibn Abbasi radiallahu anhu, një ditë Muhamedi a.s. u ullë në hijen e shtëpisë të tij. E keni pa kur e rrok shtëpinë hija? Thotë u ullë në shtëpinë e tij, edhe në moment tha, kam ardhur tash një njeri me sytë e shejtanit. La hawla wala quwata illa billah. Pejgamberi Allahu thotë kam ardhur tash një njeri me sytë e shejtanit. Në çfarë konteksti sytë e shejtanit? Kur të këshyr si shejtan, e ki pa do. Valla subhanallahu, më dhimbën, sunetin e praktikon të këshyr shtremt. Sunetin e praktikon. Dinit Allahut falet 5 kohë namaz, të këshyr shtremt, do me të hang me sy. Pse ndoshta nuk pajtohesh me një meselet i vat. Pasuesi sunetit i thot vetës, ndërsa kur të këshyr dikan, cili ndo vëlla që nuk pajtohet me atë e këshyr me sy shtremt. A pejgamberi alayhis salam thot, kur ta takojsh dikan, jepi selam, hefshu selam, shpërndaje selamin, ai ty të këshyr do me të hang me sy. Që këtë e thamë pi zemrës plast. Ka përcem para muslimanit, pret muslimani me të hang me sy. Wallahi billahi kja pun shumë e ran. Wallahi billahi tallahi pun e ran. Muslimani ki thamë vetës. Fal namazi, bja Allah të sejde, edhe do mi hangë muslimat me sy. Pse? Se spajtohesh me një mesele me dikan. Spajtohesh me dikan që nga i hoxë spajtohesh se s'pëlqen qysh ligjeron ose çfarë mendimi e ka. Çfarë do hoxhe ko, çfarë do xhamatli e ko, selamin ktheja njerit, ose jepi selam njerit, e këshire me busqeshe. Pse ka thënë Resulullah alayhis salam, mi busqeshe, ftyrën e vllajt tale sadaka. Ajo duket punë e lehta. Po nuk ka punë e lehtë, mi kesh da kanë kata shifsh. Se nuk të bëhet shefi çdo kanë kata shifsh. Ama ti shka, ja thënë egon shejtanit, e ul çka gjyksin tan, edhe i kesh në ftyrë. Selam aleikum vllai dashur. Selam aleikum vllai dashur. Selam aleikum vllai dashur. Se rranësh mi dhon zonjarit selam. Shovleta mu bëu këshes të pash, me kthy kryer edhe këshir me bisini. A kush e kthen me bisini këshir? Allahu azza wa jalla thot: "Wa ya'lamu al-kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur." Ai që këshir me bisini, e di? Kur e trahton synin edhe një herë, thot Allahu azza wa jalla, e di Allahu për tradhtin e synit. E di Allahu ti kur ka mërceshë me një jut, edhe e shifshe dikan që lip mi dhon selam një muslimanit, u bajsh e këshes e pash, e di e ktheva kryer, e unxha kryer. Thot Allahu e di, edhe për çet i më dhon llogari. Për këtë arsye dashur besimtar, transmeton Ibn Abbasi që e thon që ka marrë një njeri me sy, do të thonë me sy të shejtanit, edhe në moment i thot pejgamberi alayhis salam, mos i falni kur ta shihni. Edhe vjen ky njeri me sy të kaltërta, me sy blu, edhe e thyri pejgamberi alayhis salam i tha çto. Edhe vjen ai këtu, edhe i thot, pse ti edhe shokët e tu, thot jeni të më shajt mu, jeni të më fy. Edhe ki thot, nalë shtu ja Rasulullah, nalë shtu, shkoj t'i thiri shokët e mi. Edhe shkoj i thirë këtë shokët e vetë, i thirë, edhe vim para pejgamberit alayhis salam. Edhe pejgamberi alayhis salam i vetë këtë, thot, pse veni të më shak këtë ju mu? Shka keni që më shani mu? Do thonë, unë e di që më shani. Allah, kush e informon pejgamberin alayhis salam? Allah.
U kry meselja, ka 100% informacion të sakt. E kur thojnë, e ka një informacion të sakt 1.000.000%. Se lun kur gjumë, edhe 1.000.000% e ka informacionin e sakt. Edhe në moment, munafik, ja nisin me thanën, valla, billa, talla, e ki po do, me beje në Allah rej, pasha Allah i se kam bo. A qaj është aktori, qasaj belajës, rejnë dhe Allah, stakfirullahu e të ubili. Barëm kur të rejnë shkuq që pak, nuk skuqët dhe, sikur që kanë gjyra barë dhe gjamiës, një që livrit, do adhanë ftyra atyve, thonë rejnë me beje, edhe në moment, pejgamberi a.s. veç i këshyri, edhe zbret ajeti kuranor, ditën kur Allah do t'i rinjall ata, të gjithë bashk për llogaritë atyve, thot ata do t'i betohen ati, këshire, ato që kanë rejnë dunja me beje, kanë me bo beje dhe para Allah të azzevogjel, si që një betu, do adhën dunja, pa Allah azzevogjel, thot, mendojnë ata se me atë betimin që e bojnë, thot kanë me arrit diçka, pa dyshim që ato janë gënjeshtar. Do thonë, ai që ban beje shumë, rejnë shumë. Ai që çdo llafin e dytë thot, pasha Allah, rejnë shumë, tini të sigurt për këtë pjesë. Kush thot një dy valla bila, di sa e rrej. Kjo është e qartë. Njëri nuk ban beje vetë kur është nxorr shumë. Pse ka nevojë me bo beje? A di ose dikush thot, çket mohabetin e kam të vërtetë. Do thonë këtë rrejna qera ti. E kupton? Trahton goja jote. Çket mohabetin pe gallxoja di kështu 100%. A qera 20%. Në vërtetë 80% i kështu. Ka problem vallahi, problem çka vesele. E dashur vëllezër besimtar. Ju letë keni. Ju ngoni unë foli. Më ka shku fyti, Allah i boft hajrë. Edhe një 2-3 pika dhe përfundojmë inshallah këtë pjesë. Hadithin që e thanë, mujna mi janë zirë një shkull. Për shembull, që kjo kategorie njerëzve që thanë, që pejgamberi alayhis salam i ka thonë sy, pse po më shani, që ne kena një mësim. Disa munafika, ama jo munafika që janë jo besimtar për gjyks, po. Munafika që e kanë një cilësit munafikit, lip një u thonë, kur të shajnë, ama kur të nalë, kjo me të parën herë. Të shanë edhe menon, ama këshyre, a i të shanë munafiki, hipokriti, ama kur vjen para ftyre, të folë, valla, di subhanallah, kjo është e çuditshme, se vjen të folë. A di shka menoj për çket pjesë? Unë e menoj për çket pjesë, se ato nuk janë burra, nuk i kanë dy rreja. Ato në vend të rreja e kanë lë. Do të thonë shkruaj një lë. E kuptoni çka mund të më kanë, bu lë, nuk janë burra ato. Do të thonë ai ta thot ti mas shpinje, a kur vjen para ftyre kur i thup, pse vem ki shajt? Thot valla bilas të kam shajt, por mos rroj burrie, vallahi burrie, zguxon me rraj çka aspekt. E për këtë arsye dashur besimtar, disa njerëzve lip mja u thon, se ato janë burra veca, e di? Baram kur t'ia thosh fytyrë janë smutut, sa i pityje, këshire kur t'ia thosh ti në fytyrë atyna, pse vetëm shajt, vallahi billahi prajen kam, pasha Allahin kam ti prajen, vetë se dishon, do të thon kam të veta me ron tok. Se di ai se ti pasi kupton realitetin, ama ban beje për marsjetu. Për këtë arsye dënjer lip mja u thon në fytyrë kësaj kategorisë, edhe Muhamedi alayhis salam dalonte nderimin ose respektimin e munafikave. Transmeton Abdullah ibn Buraide se Muhamedi alayhis salam kishte thënë: mos ju adresoni hipokritit me fjalën shef ose zotri. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ditë sotit këtë shefa, këtë zotnia, këtë zotria, ai krye munafik. Domethënë thot pejgamberi alayhis salam mos ju adresoni me shef ose zotri, thot ose titujt ngjajshëm respektimi, sepse edhe nëse ai e meriton, edhe nëse e meriton shefi jot, është shefi punës. Ti më thon shef, thot mos i thuj shef, thot se do ta fitoni zemrimin e Allahut. Kit dietar t'ia bashkuat çka ditë. Do të thon shefi jot, pezojnë thjesht. I ligavët munafikit, vetë se ka interes, e di, i ligavët. Edhe ti i thush shef, komandant be. S'ka si ti zotnije i dunjas, ai munafiki i dunjas i zotnije i thu. Do të thonë, edhe shefi punës më kanë zguxon mi thon shef nëse përime është munafik, edhe ti e di se është munafik. Normal, dëshmi për me dëshmu se dikush është munafik, është shumë rran me dëshmu. Ama nëse dëshmohet përime se është munafik, vallahi që ndalu mi thonën në këtë aspekt, mi thonë që është shef ose mi thonën o zotni. Mos i thuj zotni dikuj që se meriton, mos i thuj, mos e poshtërso, mos e fito zemrimin e Allahut edhe hidhërimin e Allahut. Për çka? Pse kemi ja thon dikuj një fjalë. Thon kemi ja thon një fjalë. Jo me thuj, o aga, e di vetë sa me kapërcie këtë mesela, mos jep titujt respektimit njerit, mos jep, nuk lejohet mi thon dikuj titujt respektimit, ai i cili e tradhton dinin e Allahut azza wa jall. E për këtë arsye dashur besimtar, sidomos te ne, për shembull ato që kanë interes, se mor pi politiqare monjerë, shefbe, s'ka si ti, dunja, s'ka si ti, ma i mirë në dunja jetë. Pse ma i mirë në dunja? Pse ma i mirë në dunja? A ka zbulu dhe një zbulim shkencore ja? A mos është qeveritari ma i mirë që kur s'është korruptu, s'ka vjetë kur gjoha? Pa ato kriminalat ma të mëdoj. Ato mas shumë të që kanë vjetë janë ka një pjesë që atyve që i lavdoj njerëz. Pse i lavdoj? Që mu ka mbarom të jesë politikan, i klasës që nuk vjedh, i sinqert, i dashur e popullit, pi abdorën që, di, për i me ti je zotni. Ato këtë hajna kishko një thot,
Kjo thotë, s'ka si ti. Pse s'ka si ti? E ta mush xhepin a? A për çka s'ka si ti a? A pse ke interes s'ka si ti a? Jo vëlla, mundoju pak. E di mundoju ta kuptosh këtë çështje se pejgamberi Ali sa po thot e fiton zemrimin e Allahut azza wa jall. Ki kujdes me kësaj pike. E dashur vëllezër besimtar, munafikat janë një kërcënim i madh, edhe kjo është pika e fundit. Ibn at-Tini është një dietar i madh ku thot hipokritat e mëparshëm nuk e zbulonin të keqën, ndërsa hipokritat e sotit se kanë ngajrë me kalluçer munafika. E pastaj vazhdon Ibn Batali ku thot munafikat e sotshëm janë më të këqij edhe përbëjnë më shumë kërcënim, thot se sa munafikat e dikurshëm. E këtu e kena mësimin, munafiku është, domethënë munafiklëku që e kanë disa njerëz, është një kërcënim i vërtet se para fytyrës, a keni pa para fytyrës bëhet me laçe. Vallat bëhet me laçe, ama shpinës veç mos pash ndaj kamerë më javnu me pa shka fol mas ty ose shka do me bo për ty. Se valla më ndalen, çfarë ne mornicat në hava. Kimët këtë trupit çon kur e shese çka mendon ai për ty dhe çysh do me të thur komplote e vazhdimisht, edhe ne prej kësaj dite e lutna Allahun azza wa jall. Edhe kisha tash një kujdes për natën e sotit sot. Sot, do të thonë kjo është fundi i ligjëratës. Kjo jashtë ligjëratës. Sot në botën arabe, do të thonë në Arabinë Saudike, njihet sikur nata e 27. Do të thonë nata e 27 sot njihet. Ndërsa te ne njihet nata e 26. Aman keni kujdes. Keni kujdes. Keni kujdes se ndoshta ato e kanë sakt e ne gabim. Ndoshta ne gabim ato sakt. Nuk e di, Allahu azza wa jalla e di më së miri. E kuptoni? Do të thonë, në këto 10 ditë e fundit që ka polemik se kur ka nis Ramazani, koncentrono mos e lini e di me zon veç bingo. Nuk shkon veç bingo kjo pjesë. Do të thonë nuk mundesh me zon natën e 4 të javësh ditën e hon. Sidomos sot falni namaz note, falni namaz teravive. Mos e lini, sidomos çonat e fundit. Mos e lini. Dhe kisha lutur Allahun azza wa jall që as mos na harroni edhe neve dua. Vallahi jo kisha lutur kështu një lloj borxhi. Allah azza wa jall na mundsoft ta përkujtojmë njëri tjetrin në dua, edhe nëse kena dikon gabime, Allah azza wa jall na përmirësoft. A nëse kena të mira, Allah azza wa jall na i shtoft bashkë mu edhe juve inshallah, edhe për fund e lutem Allahun azza wa jall që zemrat e tona ti pastrojë pi munafiqllëkët. E lutem Allahun azza wa jall që Allah azza wa jall na mundsoje që ta pasojnë pejgamberin Ali sallallahu alaihi wasallam ashtu siç ai e ka kërkuar që me pasu këto pika që i përmendëm deri tash, edhe lutem Allahun azza wa jall që mos na nxjerrë nga çka muaj Ramazanit, vetëm se ne ka pasu zemrat tona prej nifakut, prej gjunave, prej punëve të këqija, edhe inshallah ta fitojnë rahmetin e Allahut azza wa jall. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.